Ministri i Brendshëm Panço Toshkovski paralajmëroi dënime të ashpra për motociklistët që nuk respektojnë rregullat në trafik. Ministria e Arsimit tha se po përgatitet ligj për gjobitur prindërit e fëmijëve të dhunshëm në përshkolla. Kryeministri Christian Mickoski akuzoi opozitën se me bllokimin e agjendës së reformave po e pengon procesin eurointegrues. Lufta në Iran ishte në fokus të vizitës historike të presidentit amerikan Donald Trump në Kinë. Të nderuar shikues, përshëndetje. Ministri i Brendshëm Panço Toshkovski me paralajmërim të ashpër ndaj motociklistëve të papërgjegjshëm tha se do t'i djegin. Motociklistët që nuk vendosin helmet, vozisin shpejt dhe kalojnë në të kuqe, tha se do t'jenë në fokusin e policisë. Të njëjtin paralajmërim e bën edhe për motociklistët e angazhuar nga kompanitë e ushqimeve, ndërsa paralajmëroi edhe fëmijët që vozisin trotinetë elektrike se do të vijojnë restriksione me ndryshimet e reja ligjore, ndër tjera edhe kufizim të moshës së përdorimit të tyre. Do t'i djegim. Ministri i Punëve të Brendshme Panço Toshkovski paralajmëron motociklistët se këtë periudhë do të jenë në fokusin e tyre dhe se do të jenë shumë të ashpër ndaj atyre që nuk i respektojnë rregullat e trafikut. Paralajmëroi të gjithë ata që bëjnë si të jenë motociklistë, gjithsesi vozisin pa veshur helmet, vozisin me shpejtësi shumë të madhe, e ngrenë motorin në një rrodë në mes qytetit, kalojnë në të kuqe dhe mendojnë se Safe City nuk do t'i detektojë. Ja po ju bëj një apel publik se Ministria e Punëve të Brendshme periudhën në vijim do të jetë shumë e fokusuar tek ata. Ju them lirisht, do ju djegim. Do të mbeten edhe pa motor dhe nuk do të mund më të aktrojnë si motociklist. Të njëjtin apel ministri e dërgon edhe te motociklistët që janë të angazhuar nga kompani që bartin ushqim dhe nuk i respektojnë rregullat e trafikut, duke shtuar se do të ketë kontroll ndaj tyre. Ndërsa u pyet edhe për fëmijët që vozisin trotinet elektrik, gjëgjësisht se a planifikon MPB ta kufizoj përdorimin e tyre, vetëm nga mosha 18 vjeç. Toshkovski paralajmëroi ndryshime ligjore dhe se do të inkorporojnë restriksione sipas modelit të vendeve fqinje. Po bëjmë një analizë, po shohim si është në vendet e tjera. Mendoj se Greqia është një nga shtetet që ka të implementuara masa më radikale në këtë drejtim. Po shfrytëzoj këtë mundësi të them se në të ardhmen do të vijojnë ndryshime ligjore, të cilat do të jenë më restriktive. Se a do të lejohet nga mosha 16 ose 18 vjeç nuk e di, por e dim se janë të nevojshme ndryshime për të arritur sigurinë në trafik. Ministri theksoi se në vendet e Europës është konstatuar rritje rasteve të vdekjes të shkaktuara nga trotinetët elektrik. Ministri i Arsimit Vesna Janevska njoftoi se po përgatiten ndryshime ligjore për të dënuar prindërit e fëmijëve që kryejnë dhunë në shkolla. Prindërit mund gjobiten me 250 euro për çdo rast dhune, edhe nëse refuzojnë të bashkëpunojnë me shkollën dhe institucionet. Këto masa vijnë pas disa rasteve të fundit të dhunës mes nxënësve. Çdo prindi një fëmije që sillet dhunshëm në shkollë do të gjobitet me 250 euro, edhe nëse ai prind nuk dëshiron të bashkëpunojë me shkollën ose institucionet e tjera. Këtë e konfirmoi sot Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, nga ku prej kohësh veç se kishte paralajmëruar për ndryshime në ligjin për arsimin fillor, i cili do të parashikonte një gjob për fëmijët që janë të dhunshëm në shkollë, të cilën prindi do të duhet ta paguajë. Ajo tha se sekretari shtetëror është në kontakt të vazhdueshëm me deputetët dhe se tashmë janë në parlament për të finalizuar ato propozime. Sekretari shtetëror është në kontakt të vazhdueshëm me deputetët dhe mendoj se në këtë moment ata janë në parlament për të finalizuar ato propozime dhe ai vendim është marrë tashmë. Ato ndryshime do të bëhen dhe gjoba prej 250 eurosh. Mbetet për çdo akt të dhunshëm të kryer nga fëmia që duhet të ndëshkohet nga prindi, por edhe gjë që është shumë e rëndësishme, e përsëris kur prindi refuzon të bashkëpunojë me shkollën dhe institucionet e tjera.
Kjo mas vjen si pasojë e rasteve të shumta të dhunës në shkolla, nga ku kujtojmë se më 12 maj 2026, një 15 vjeçar nga Shkupi u arrestua pasi dyshohej se kishte sulmuar me mjet të mprekt një bashkëmoshatar të tij brenda një shkolle fillore në komunën e Gazibabës, duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore. Janevska theksoi rikthimin e mësuesve në kujdestari në shkolla sipas nevojës dhe gjithashtu tha se do të kërkojë dhe këmbëngul që psikologët shkollor të licencohen, të formojnë ekipe ekspertësh dhe të punojnë me fëmijët, prindërit dhe mësuesit në lidhje me problemin. Kryeministri Kristian Mickoski tha se qeveria do të përmbushë agjendën reformuese dhe se do t'i realizojë të 10 pikat e kërkuara. Mickoski thotë se për të vazhduar rrugën drejt Bashkimit Evropian nuk është kusht vetëm të votojnë ndryshimet kushtetuese, por sipas tij ka edhe shumë çështje të tjera që duhet miratuar. Ai sërish akuzoi opozitën se po e pengon përparimin e agjendës reformuese duke bllokuar grupin punues për kodin zgjedhor. Edhe kryeministri Kristian Mickoski qëndron në një vijim me ministrin e punëve të jashtme dhe tregtisë së jashtme Timço Musunski, të cilët një zëri deklarojnë se opozita po e pengon përparimin e agjendës reformuese, duke bllokuar grupin punues për kodin zgjedhor. I pyetur në lidhje me atë nëse qeveria do ta përmbush agjendën reformuese, Mickoski është shprehur optimist, duke thënë se nga 10 pikat e kërkuara mund të realizohen të gjitha. Patëm takim me zotrin Gert-Jan Kopman, i cili udhëheq atë proces në kuadër të Komisionit Evropian. Të gjithë jemi optimistë se nga ato 10 mund të realizojmë 9,5, e ndoshta edhe të 10-at, kështu konkluduam, të cilët janë në gejs periudhën. Mickoski thotë se për të vazhduar rrugën drejt Bashkimit Evropian nuk është kusht vetëm të votojnë ndryshimet kushtetuese, por sipas tij ka edhe shumë çështje tjera që duhet miratuar. Sepse reformat nuk janë vetëm ndryshime kushtetuese. E kuptoj këtë int të brish të identitetit Maqedonas te SDSM-ja, që aktualisht udhëheq partinë dhe se për ta është më e lehtë të gjunjëzohen se sa të punojnë, por reformat dhe dëshmia nëse je për Europën nuk janë vetëm futja bullgarëve në kushtetut, ka edhe shumë çështje më thelbësore që duhet i përfundojmë. Ne jemi të fokusuar në çështjet thelbësore, ndërsa ata le të gjunjëzohen aty ku gjunjëzohen. Kujtojmë se kryetari i partisë opozitare maqedonase LSDM, Venko Filipçe, vazhdimisht e kritikon qeverinë dhe kreun e saj se me qëllim e bllokojnë rrugën për Bashkimin Evropian, ndërsa lideri i opozitës madje ngre alarmin se me këto politika që udhëheq Mickoski, Maqedonia e Veriut do të izolohet. Qeveria ka miratuar hapjen e një ambasade në Lituani me sedinë në Vilnius me propozim të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme. Sipas Ministrisë së Jashtme, ky vendim do të forcojë dialogun politik, bashkëpunimin bilateral dhe përfaqësimin e interesave kombëtare të vendit. Ambasada e re pritet të ketë edhe rol rajonal në mbulimin e shteteve baltike në fusha politike, ekonomike dhe konsullore. Nga atje thonë se vendosja një pranie diplomatike të përhershme në Vilnius do të kontribuojë në forcimin e dialogut të drejt për drejt politik midis dy vendeve, përfaqësim më efektiv të interesave tona kombëtare dhe promovimin e bashkëpunimit dypalësh me këtë vend të rëndësishëm mik. Ndërkaq, Lituania është të vlerësuar si një nga vendet më mbështetëse të integrimit evropian të Maqedonisë Veriut dhe antare aktive e Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Sekretari i përgjithshëm i BDI-së Arbar Ademi tha se vleni shpërndan dezinformata për të mbuluar turpin e tyre. Ai thotë se ftesa e studentëve për në protestë është e hapur për gjithë dhe gjuha nuk duhet të na ndajë, por të na bashkojë. Ademi këmbgul se gjuha shqipe është zyrtare dhe se sipas tij ky ligj në rrethana të jashtëzakonshme është votuar në vitin 2019. Bashkimi Demokratik për Integrim mohon kategorikisht disa zëra në opinion se protesta e studentëve e paralajmëruar më 18 nëntor që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe, po politizohet nga kjo parti. Këtë e pohon sekretari i përgjithshëm i BDI-së Arbar Ademi. Ai në emisionin Debat në Shenja kritikoi ashpër partinë Vlen se sipas tij shpërndajnë dezinformata në opinion për të vetmën arsye që siç tha ta mbulojnë turpin e tyre për mos pjesëmarrje në protestë. Pse nga BDI? Po aty po marrin pjesë edhe ASH-ja e zotit Taravari, edhe ASH-ja e zotit Sejla, edhe LSDM-ja, po dalin gjitha, PD-ja dhe PS-ja janë bashku sot, zoti Ismaili. Edhe shumë mirë që kanë bashkë. PD-ja dhe PS-ja në Shqipëri janë bë bashkë në mbështetje studentëve. E keni zonjës Jurida Tabaku qëndrimin. E keni zotit Pandeli Majko qëndrimin. E keni të shoqërisë civile, gazetarit Manin Mema, e keni Enver Hoxhajt i PDK-s, e keni Daut Haradinaj të AK-s. Do me thonë gjitha partitë në gjithë trojet shqiptare po bashkohen, po këta
që duhet të marrin leje, e atë leje se ne sigurojnë prej Stelkovicit, prej kryeministrit Mickoski, prej Fillkovit, edhe këta çka do të bëjnë, si ta mbulojnë mos pjesëmarrjen e tyre. Po politizohet. Po politizohet. Jo mërzot një ftesa është edhe për ty. Gjua s'duhet na ndaj. Pavarësisht deklaratave të eksponentëve të koalicionit të Vlen, përfshirë edhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, se gjua shqipe në mashininë e Veriut nuk është e zyrtare, Ademi këmbëngull se gjua shqipe është e zyrtare dhe se sipas tij, ky ligj në rrethana të jashtëzakonshme është votuar në vitin 2019. Kemi të Vleni përfaqësues politik, të cilët këtë gjuhën tonë të shtrenjtë amtare e kanë quajtur gjuhë zyrtare, sot e thonë nuk është zyrtare. Ka përfaqësues të Vlenit, të cilët thonë nuk është gjuhë zyrtare, është gjuhë e përkthyer. Ka përfaqësues të Vlenit, të cilët thonë nuk është zyrtare, po është potencialisht zyrtare. Ose në klapa, po. Më thoni, a ju pret atyre sëpata me një vend? A vetë në tulen, le të mirën vesh, gjoja se tash një parti janë bë. Gjoja, pse vetëm gjoja? Arbër Ademi tha se nëse ka BDI një kapital të madh politik, pas arritjes së marrëveshjes së Ohrit, është miratimi i ligjit për gjuhën shqipe, ndërsa sa i përket deklaratave të kryeministit të Kosovës Albin Kurti, kur tha se gjuha shqipe nuk është e zyrtare, Ademi tha se ai ka gabuar rënd dhe se duhet të kërkojë falje shqiptarëve në mashininë e Veriut. Komisioni për sëmundje ngjitëse ka mbajtur mbledhje me qëllim të shqyrtimit të gjendjes në fakt me paraqitjen e një klasteri të hantavirusit varianti Andes në nivel botror dhe ka vlerësuar se në maqeninë e Veriut është i ulët rreziku nga paraqitja dhe përhapja e virusit. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se sistemi shëndetësor është i gatshëm për përballje me paraqitjen eventuale të infeksionit. Siç theksohet, Instituti i Shëndetit Publik disponon reagent për dëshmimin laboratorik të virusit si dhe me procedura standard operative për diagnostifikimin e këtij virusi. Komisioni ka shtuar se varianti Andes, ndryshe nga variantet e tjera të hantavirusit, ka mundësi për transmetim nga njeriu te njeriu gjatë kontaktit më të gjatë dhe të afërt, por sipas tyre, e rëndësishme është se transmetimi nuk është i shpejtë dhe i lehtë si te infeksionet me koronavirus, thuhet në njoftimin e ministrisë. Zejtarët, kompanitë e vogla dhe të mesme do të marrin mbështetje prej 11.3 milion denarësh ose 185.000 euro nga shteti për modernizimin e prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Mjetet janë të dedikuara për blerjen e makinerive dhe mjeteve të reja të punës. Ministri Besar Durmishi tha se synimi është modernizimi i kompanive dhe rritja e produktivitetit, ndërsa paralajmëroi edhe 2 thirrje të reja për standarde në industri dhe bashkëpunim me universitetet. Ministria e Ekonomisë dhe Punës publikoi sot thirrjen publike për mbështetje financiare për mikro, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si dhe për zejtarët, për të cilën janë siguruar 11.340.000 denar. Do të bashkëfinancojnë 40% e shpenzimeve të dëshmuara për blerjen e makinerive dhe mjeteve të reja të punës, por jo më shumë se 200.000 denar për aplikues. Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi tha se qëllimi është të ndihmojnë kompanitë vendase të investojnë më lehtë. Qëllimi është i qartë, të ndihmojmë kompanitë vendase të investojnë më lehtë, të modernizojnë prodhimin, të rrisin produktivitetin dhe të krijojnë kushte më të mira për punë dhe zhvillim. Përveç kësaj mase, Ministria e Ekonomisë dhe Punës do të shpallë edhe 2 thirrje të rëndësishme publike në periudhën e ardhshme, në kuadër të programit për mbështetjen e industrisë përpunuese dhe përgjegjësisë sociale për vitin 2026. Durmishi sqaroi se thirrja e parë publike ka të bëjë me kompenzimin e një pjese të shpenzimeve për vendosjen, implementimin dhe certifikimin e standardeve në industrinë përpunuese me një buxhet total prej 2 milion denarësh. Ndërsa thirrja e dytë publike, shtoi ai, është e orientuar drejt forcimit të bashkëpunimit ndërmjet kompanive të industrisë përpunuese dhe universiteteve përmes realizimit të projekteve të përbashkëta. Për këtë mas janë parapar 5 milion denar. Durmishi ftoi të gjitha kompanitë dhe zejtarët e interesuar që t'i ndjekin me kujdes kushtet e thirrjeve publike dhe të aplikojnë. Mbështetja ka të bëjë me investimet e realizuara gjatë viteve 2025 dhe 2026, ndërsa të drejtë pjesëmarrjeje kanë mikro, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme me kapital kryesisht vendas, si dhe zejtarët e regjistruar sipas dispozitave ligjore. Afati i fundit për aplikim është 30 qershor 2026.
Kompania A1 ka nisur fushat për ndërgjegjësimin e qytetarëve që të mos e përdorin telefonin derisa vozisin automjetin. Një sekond, një thirrje, një notifikim, tha drejtori ekzekutiv i A1 Metodia Mirshef, mund të ndryshojë krejtësisht jetën e një njeriu. Fushata e tyre është mbështetur nga Ministria e Punëve të Brendshme. Telefonata më e frikshme është thirrje e humbur. Të gjithë themi, më lajmëro kur të arrish. Asnjë telefonat dhe asnjë notification nuk është më e rëndësishme se sa jeta e një njeriu. Këto ishin porosi që u dërgua nga konferenca në të cilën u lajmërua nisja e fushatës së kompanisë A1 Maqedoni, trafik më i sigurt të përgjegjshëm ndaj teknologjisë, për të vëjdisuar qytetarët që të mos e përdorin telefonin derisa vozisin automjetin. Kampanjata bishe pa ja bire shokantne. Fushata ka qenë shokuese dhe ka tërhequr vëmendje të madhe, më shumë se 10 mira thirrje të humbura, kurse qëllimi ka qenë që fushata të tërheqë vëmendjen sepse edhe tema që adresojmë është kritike për gjithë ne. Teknologjia është këtu dhe këtu do të mbetet. Të gjithë ne përdorim telefonat celular dhe do të vazhdojmë të përdorim, por duhet të jemi të vetëdijshëm se ajo sekond kur jemi të pakujdesshëm dhe fokusohemi në telefonin ton, mund ta ndryshojë jetën tonë krejtësisht. Fushata realizohet me mbështetjen e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ministri Pançe Toshkovski tha se nuk ka kategori të veçantë për aksidentet që shkaktohen nga përdorimi i telefonave celular gjatë vozitjes, por vetëm nga vozitja e papërgjegjshme, ndërsa paralajmëroi se në të ardhmen këtë shkelje të ligjit do ta inkuadrojnë edhe në sistemin Safe City, që të mund ta detektojë si shkelje trafiku. Ministri gjithashtu njoftoi se në 4 muajt e parë të vitit 2025 kishte 47 viktima, kurse për të njëjtën periudhë këtë vit kemi pasur 26. Ndërkohë në prill të vitit e kaluar në territorin e Shkupit tha se ka pasur 8 viktima. Këtë vit nuk ka pasur asnjë. Vazhdojmë më me zhvillimet nga rajoni dhe bota. Komisionerja për zgjerimi e Bashkimit Evropian Marta Kos në vizitën e saj të parë në Kosovë pas marrjes së detyrës ka inkurajuar politikanët e Kosovës për të gjetur një gjuhë përbashkët për tejkalimin e krizës institucionale. Ajo tha se kjo është e rëndësishme mes tjerash për përparimin e Kosovës në rrugën drejt BE-s, ndërkaq që kryeministri në detyrë i Kosovës i ka kërkuar Bashkimit Evropian statusin e vendit kandidat për anëtarësim dhe hapjen e negociatave. Komisionere për zgjerimin e Bashkimit Evropian, Marta Kos, gjatë vizitës së saj në Prishtinë, i ka bërë thirrje faktorit politik në Kosovë të gjejnë një mënyrë për të rikthyer stabilitetin institucional dhe të formojnë institucione të qëndrueshme, në mënyrë që vendi të ecë përpara drejt bllokut evropian. Kos, para takimit me kryeministrin në detyrë të Kosovës, Albin Kurti, tha se viti 2026 mund të jetë viti i Kosovës në raport me avancimin drejt Bashkimit Evropian, duke shtuar se Kosova ka rol të rëndësishëm edhe në aspektin e sigurisë në Europë. Thirrja ime shumë e qartë në këtë udhtim është gjithashtu të kërkoj të gjithë aktorëve politik këtu që të gjejnë një mënyrë për të rikthyer stabilitetin në administratën publike në Kosovë. Do të ishte mirë që të keni funksionim stabil institucional dhe siç e shihni në Bruksel, viti 2026 mund të jetë viti i Kosovës nëse do ta bëni këtë edhe një herë dhe i kam premtuar zotrit Kurti që sapo t'i keni të gjitha institucionet pas zgjedhjeve do të kthehem dhe atëherë do të diskutojmë shumë tema të rëndësishme për Kosovën, por edhe të rëndësishme për Bashkimin Evropian. Ndërkaq, Kurti ka kërkuar që Bashkimi Evropian të avancojë Kosovën në procesin e integrimit dhe të lëvizë drejt dhënies së statusit kandidate dhe hapjes së negociatave, duke thënë se Kosova nuk po kërkon në rrugë të shkurta, por vetëm proces meritor. Janë bërë mbi 40 muaj që kur kemi aplikuar dhe momenti i ripërtrirë i zgjerimit nga ana e Bashkimit Evropian duhet të rezultoj me avancimin e merituar të Kosovës. Mbështetja publike për Bashkimin Evropian, për antarësimin në BE, qëndron vazhdimisht rreth 90% në vendin tonë dhe është ndër më të lartat nga të gjitha vendet kandidate. Jemi të vetëdijshëm për sfidat që ekzistojnë, por kërkohet unitet në angazhim. Gjetja unitetit brenda Bashkimit Evropian për të marrë vendime karshi Kosovës është detyrë e përbashkët. Kurti shtoi se Kosovës i duhet të njohje nga Bashkimi Evropian për progresin e arritur në demokraci, ekonomi dhe sundim të ligjit.
Presidenti Amerikan Donald Trump dhe udhëheqësi i Kinës Xi Jinping e përmbyllën me një samit dyditor në Pekin. Lufta në Iran zuri gjithnjë më shumë vend qëndron gjatë këtij samiti para mosmarrveshjeve tregtare dhe tensioneve teknologjike që fillimisht pritet ta mbizotronin takimin midis dy fuqive më të mëdha të botës. Presidenti Amerikan Donald Trump ka përfunduar vizitën shtetërore në Kinë pas 2 ditësh takimesh me presidentin kinez Xi Jinping, ku në fokus ishin marrëdhëniet tregtare, Irani, Tajvani dhe bashkëpunimi strategjik mes dy vendeve. Të dy liderët e cilësuan vizitën si të rëndësishme, ndërsa bisedimet u interpretuan si një afrim i kujdesshëm mes Washingtonit dhe Pekinit. Në raportet dypalëshe, Trump e vlerësoi vizitën si shumë të suksesshme, të paharrueshme dhe me rëndësi botërore, ndërsa Xi Jinping e përshkroi atë si vizitë historike dhe përcaktuese. Gjatë takimeve u diskutuan çështje të tregtisë, naftës, Iranit dhe Tajvanit. Trump deklaroi se Xi kishte premtuar të mos furnizojë Iranin me pajisje ushtarake, si dhe tha se Kina është e interesuar për rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe blerjen e naftës amerikane. Ai shtoi gjithashtu se Pekini do të blejë rreth 200 avion të kompanisë Boeing, megjithse nuk janë konfirmuar marrëveshje konkrete. Një nga temat kryesore mbeti Tajvani, ku Xi Jinping paralajmëroi se çështja e tij është tema më e rëndësishme në marrëdhëniet SBA-Kinë dhe se çdo keq menaxhim mund të sjellë situatë shumë të rrezikshme. Ministria e jashtme e Tajvanit reagoi duke e cilësuar Kinën si rrezikun kryesor për paqen dhe stabilitetin rajonal. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski tha se sulmi raketor rus ndaj një ndërthese banimi në Kiev ka lënë të vdekur 24 persona me syra dhe 3 fëmijë. Zelenski tha se ekipet e emergjencës përfunduan kërkimet në rrënoja të ndërthesës pas më shumë se një ditë operacione shpëtimi. Raketa goditi një blok banimi nëntëkatërsh, ndërsa forcat e error ukrainase deklaruan se bëi fjalë për sulmin më të madh error rus ndaj Ukrainës që nga fillimi i pushtimit të plot. Sulmi kishte në shënjestër kryesisht kryeqytetin e Ukrainës Kievin, ku sipas autoriteteve u plagosën 48 persona, përfshirë 2 fëmijë. Gati 19.5 milion njerëz në Sudan po përballen me pasiguri akute ushqimore, ndërsa rreziqet e ujës vazhdojnë në disa zona të goditura nga konflikti, paralajmëruan sot 3 agjencitë OKB-s, ndërsa lufta civile në vend hyn në vitin e 4. Në një deklaratë të përbashkët Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e OKB-s FAO, Programi Botëror i Ushqimit dhe UNICEF-i thanë se 2 nga çdo 5 njerëz në Sudan po përjetojnë nivele krize urie ose më keq, sipas analizës së fundit të klasifikimit integruar të fazës së sigurisë ushqimore. Më shumë se 5 milion njerëz janë klasifikuar në nivele emergjente urie, ndërsa 14 milion të tjerë janë në kushte krize, thënë agjencitë. Deklarata paralajmëron për një krizë të përkeqësuar të ushqyerit, me rreth 825.000 fëmijë në moshën 5 vjeç që pritet të vuajnë nga kequshqyerja e rënd akute në vitin 2026, duke shënuar një rritje prej 7% nga viti i kaluar. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues, për të takuar sërish në orat 18:55. Mbeshit e